Të nderuar mysafir, prind, mësimdhënës dhe nxënës, mirë se keni ardhur në kremtimin e ditës së shkollës tonë. Pak më parë sapo ndëgjuam këngë korale çka ka zogu që po çan. Na dhem zemra kur i shohim nxënësit tanë me valigje në dorë, duke e lënë pas vendin që ende se ka njohur mirë. Rinia po largohet, jo pse se duan Kosovën, por sepse ndihen të harruar në vendin e tyre. Çdo ike është një bëshllëk në të ardhmen tonë. Duhet të zgjohemi para se bankat e shkollave të mbesin poshtë e rrugët pas zërinor. Përnder të kësaj kremte, nxënësit dhe arsimtarët e shkollës tonë kanë përgatitur një program të shkurtër dhe modest kulturor-artistik. Në vazhdim, ftojmë drejtorin e shkollës Florim Gashi për një fjalë përshëndetëse. Të nderuar dhe shumë të respektuar prindër, nxënës dhe mësimdhënës. Kam nderin dhe kënaqësinë që në emrin tim dhe në emrin tuaj t'i përshëndes mysafirët për pjesëmarrjen me rastin e kremtimit të ditës së shkollës tonë. Shurdoj rastin për t'i përshëndetur të nderuarat drejtoresha dhe drejtorët të shkollave. Bashkëbrendasin tonë përkatësisht drejtorin për urbanizëm Pranderim Berisha. Të nderuar familjet të dëshmorëve dhe martirëve të luftës, veteranë të arsimit, tashmë pensioner, ish punëtor të kësaj shkolle, anëtar të këshillit drejtues të shkollës, anëtar të këshillit të prindve, kryetari i fshatit, të nderuar kurbeçar, që kur nuk do t'u harrojmë sepse çdo herë na keni dalur në ballë të çdo sfide. I nderuar dhe shumë respektuar miku im Ilon Berisha. Dhe jo rastisht e lash në fund për ta përshëndetur një personalitet të lartë, një ish mësues, një profesor shumë i dalluar, një humanist i njohur, një doktor i shkëlqyeshëm dhe një shembull për të tjerët, një profesor i universitetit një shkrimtar i dalluar me famë botërore, veprat të cilit po përkthehen në gjuhë të ndryshme të botës, një shkencëtar me përmasa botërore, profesor doktor Xhamil Betyqi. Përzemërsisht ju përshëndes për pjesëmarrjen që na keni nderuar dhe zbukuruar këtë ditë të shkollës tonë. Të nderuar mësues, nxënës dhe prindër. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne, pasi festojmë ditën e shkollës, simbolin e dijes, përkushtimit dhe zhvillimit të brezave të arshëm. Kjo ditë na kujton rëndësinë e arsimit në formimin e të ardhmëson dhe na bën të reflektojmë mbi rrugën e diturisë që ndjekim çdo ditë. Shkolla nuk është vetëm një institucion ku mësojmë lëndë të ndryshme, por është vendi ku krijojmë kujtime, miqësi dhe vlera që do të na shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Ajo është drita që na ndriçon rrugën drejt në të ardhmen më të ndritur. Në këtë ditë të shënuar, le të falenderojmë të gjithë ata që me punën dhe përkushtimin e tyre bëjnë të mundur edukimin tonë. Mësuesit që na udhëheqin me dashuri dhe durim, prindit që na mbështesin dhe nxënësit që përpiqen çdo ditë për të arritur suksesin. Le të festojnë sot me gëzim dhe kënaqëri, duke vlerësuar rëndësinë e arsimit dhe duke u angazhuar për të qenë gjithmonë më të mirët. Gëzuar ditën e shkollës. Ju faleminderit. E falenderojmë drejtorin e shkollës për këtë prezantim. Në vijim, nxënësja Medina Gashi reciton vjershën për gjyshin tim. Muhamet Shashivaraj dhe Miranda Gashi recitojnë vjershën fshati im. Kurse nxënësit e klasës përgatitore dhe nxënësit e klasës së parë një vallëzim modern. Për gjyshin tim, në zemër të vejot, në gjak u betove, për lirin e shtrejt, për tokën tonë, më anë më dorë, me shpirt të fort, si mbete flamur, je oni kohës tonë, vlogzojmë prak fusha, që ti i mbrojt,
liqe, je fryme dhe jot, je drit në ball. Fshati im, fusha fshatit tim, plot lule gjethe par, unë piktura më të bukur, as në ëndra nuk kam par. Fusha fshatit tim, plot moll, dar dhe qërshi, plot këngë, hare e gazim, të shoqve, shokve të mi. Me zekve të peve, pulazet të dijet të kuqe, i gjithë kë fshati im, është një lull bulbuqe. Dele dhe qingjat në livan dhe gëllojnë, gazeri fyelin, pyet po leojnë. Në këtë ditë të bukur, shkolla e re krenare, me krahët hapur, për dje me vajza fshatare. Shkollaret e veçën, si në blet në vim të agimit, gjohë majmë librat dhe ja filloj mësimi. Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm going to sing my song. It won't take long. We're going to do the twist, and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when we found out? Yeah, let's twist again, Christmas time is here. Twist again, like we did last year. Twist Who's that flying up there? Is it a bird? No! Is it a plane? No! Is it the twister? Twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Do you remember when it's really humming? Come on, let's twist again, Christmas time is here. We are running, running, up and down we go again. Oh, baby, make me know you love me something. Come on, twist again, like we did last summer. Girl, let's twist again, like we did last year. Come on, let's twist again, Christmas time is here. Mirela Krasniqi interpreton vjershën Premja në fshat, një vjersh të cilën e ka shkuar e në kas për fshatin ton, autori, i cili tashmë gjinde në mesin ton zotri Gjemil Bytyqi. Esa Shale dhe Nurie Gashi interpretojnë vjershën Nëna e Dëshmorit. Klasa e 2 dhe 3 interpretojnë vals, dhe pason skeqi varësia nga telefona përgatitur nga nxënësit e klasës 6. Mbrëmja në fshat. Dilli po gaqen, kresha filloj me alue, rrezet e arta në qell i kalshue. Yjet peskaçe mbi natyrë shkëndrojnë, hana drapnushe me sreve valzon. Bariu paktin, Katrina e kthen. Tu e mbredh nga torish ta mbërthen. Qingjat për këdhelishe, në gjuj për kulen, anës trinës, qumë shkërkojnë për samës.
Bujku prej fushe, kthehet i raskapitun. Trinjt e fuqishëm, ecin përpjet, tu e u mahitun. Gratë me djepa në shpinë, përdore fëmija të fshajnë. Kur Ersina fillon me rambi fshat, njerëzia shlodhen qetësi për një natë. Dëgjohet i honë dë fryse e fyjeve në korina, ndihet fladi kanqëm i gjetheve në lugina. Këto vargje që kam recitu, dikush nga ju i ka përjetu. Faleminderit doktor që na ke respektuar, prezenca juaj tek ne, fshatin ka hijeshuar. Nana e dëshmorit. Është ati ti majnan, unë dy shpirta i kam. Njëri në ruaj për ty, e tjetri për vatan. Të deshta dhe më deshte, me gjithë mish dhe shpirt, djersa dhe sakrifica jote, të bëfnur dhe drit. Ti oj nëna ime, këtu shëndrit hana. Shtati imi mbushur, me flake nishana. Sa erë që bëj lutje, në petkun e dëshmorit, e lu Zotin, qiellin dhe ret, për një pleqëri sa më të letë. Më bani e kontuna yte, ato kujtojt se si më rrite. Isha e vogël dhe s'të kuptoja, ti për mua ishe vetë mburoja. Ma bon halal mëjnën, pse lan të mirë s'të thash, kisha plak të thella, deri në palc e ashtë. Të kam falur bia ime, kur ke ardhë këtë jetë. Vendin më të bukur, folet shqipe se ke gjetë. Një pjesë e zamërsime është në këtë botë, pjesa tjetër ti atje ku je, bashkë me të rënët për atë dhe. Një tokën e shejtë arbrore, ti shumë e adhurove, ja fale jetën a dheut, i lirison dhe më dheut.
Po moja Nila. E pese çfarë fustani kishte veshur Monda, te dasma Jonitës moj. E po kot fare ishte. Ja ke dhënë ti atë fustanin, por ishte shumë i bukur, se ke i den se sa më pëlqeu. Jo, kot fare thash për fustanin e shpresës unë. Ti a dhe presës, por shpreca ishte bërë yll, më yll, e kishte veshur super. Një sekond të lutem, çfarë po bën ti? Luaj futboll, dhe më golesh nusin më i miri nga ligës. Ke qenë mamit, luaj futboll sepse është sport shumë i shëndetshëm dhe shumë fitimprues. Mos! Ore, po topin ku e keti? Këtu preta në telefon, po më lër tani se nga gol. Kush të bëri gol? Gjajaj, për faj ka mund që më sovalojnë ati. Po, moja Nila, si jam bërë këta fëmijët e sotë moj. Djali nuk më shqitet nga telefoni, për shqyqyr, vajza kanë gjarë nga ana jon. Vetëm mëson libra, telefoni nuk e prek me dorë. O Klea, më falë që s'tu përgjigja se kisha 2 orë që po flisja me Tean. Nila, s'pas kanë gjarë nane kjo. Po hiqë moj vajzë telefonin, se bash vartë se pastaj. Jo, moj, nuk e eq. Klea, hajde flasi me mesazhe se nuk më le mami. E shef moja Nila, unë jap këshilla shembullore, ajo nuk më dëgjon, ajo është kokfort. E hoqa! Por ja shqyr, të pakten më dëgjoj djali, e hoqi telefonin. Jo, hoqa dëgjoj nga vendi parë, luajnë prap ne. Ashtu, do i them babit pra që ju nuk më dëgjoni. Më fala Nila se po bëj një mesazh me tim shoq. Ku është babi? Në kuzhinë dhe do ta shihni juve. Përfiton nga unë këtë Anila, se jam zemërbut nga tim shoq. Është i reptaj. O Gjimi, a do dalim të luajmë sonte futboll? Si ore, ka ndrydhur këmbën fat bardhi. Po çfarë bardh me rai që ka faci, bile duar ndruar dhe emri. Ore, a do ju flasësh këtyre ti? O Gjimi, po si e ndrydhi këmbën ai? Ore, do më gjosh apo si e ke halli? O Gjimi, me që nuk dalim të luajmë futboll jashtë, të luajmë në telefonat të ndeshjen e futbollit. Po po të ishte të fitosh, më merre mua në skuadër. Pushoti ore, turp të kesh të los babaj në këtë mosh. O Gjimi, do marrë dhe djalin në skuadër se është golas shënuesi pavar ai. Hajde fillojmë lojën që tani. Çfarë thua ore? Se e çudite edhe Anilën. Ka mundësi të më lësh radhë. Dhe po ma ato Anilën, se kele që ditën në telefon. Je për vartëse. Po vartës je për ti more. Bashk me këta fëmijët e tu që nuk i qërton fare. Ashtu, hishni ka dora telefonat ju. Jo, babi, të lutem. Hishni thash, urgjent. Hëmë të lumë. E be Anila, ka disiplinë në familjen tonë. Për të një e kemi ndeshën në futbollit me Gjajin Gjimi. Mirë, ti mund të mbash telefonin. Po, ti jo, se të më tonë sytë. Bëj shvartëse, ngarkoj psikologjikisht me gjërat e panevojshme. Telefoni shkakton shpërqendrim. Telefoni. Tho Gjajin Gjimi që na duhet edhe një lojtar tjetër për ndeshjen. Ti të luash futboll në telefon ti? Po, ti. Mirë, futu. Çfarë thua ore? Se bëjmë osom keq? Jo, moj, se loja zhvillon truri nëse luan vetëm pak. Po ju keni gjithë ditën duke luajtur. Edhe ti ke gjithë ditën duke folur me të Anilën. Mesazh nga mamaja ime. Çikat e tjera. Dale ti me atë Anilën dhe shko hapja mamas derën. Anila, prit mos e mbyll, të ta prezantoj vjehrën, se e kam shumë të mirë. Ja, moj Gjevrie, sa po hyra të shtëpia e djalit. Nusja më priti shumë mirë, sytë e unë i mbanë. Smeret me telefon ajo si nusja jote. Jo, edhe djali, vetëm punon. Ndërsa fëmijat, mosojnë libra, ja të prezantoj. Kjo është vajza. Qyshe jam djali ju? Më falë të keqe nëna. Nuse, ty të kam sjell një tuf me lule. E do gjonë Anila, ku e ke lulen mama? Ja, mos më iku internetis, po më hapet fotoja i luleve. E mua më iku interneti. Edhe mua. Edhe mua Anila më ngeli së mbyllur. Aq më mirë që i ky interneti, sa mirë që e ka dëri pa telefon. Vërtet, s'ka më mirë se të kalojmë kohën me familje. Si e. Vërtet, ashtu është. Po ç'pati ky interneti që iku? S'kam harruar të paguaj faturën, në vend se të paguaj rrjetin kam paguar rrymën. Lëre mos e paguaj, se na ka për vartës. Edhe mua më ka për vartëse, po si të shpëtojmë nga kjo vartësi? E di unë,
do të hymë në internet dhe do të kërkojmë si të shpëtojmë nga interneti. Hajde shkojmë te lokali por se ka wireless. Shkoj! Klasa e 4 dhe 5 interpretojnë Ball and Dance. Nxënësit e klasës së 7 Vjersha Mërgjimtari. Sumia Krasniqi interpreton Vjershën Prindërit. L'âme en peine, il vit mais pas la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, une rose à la main. Non, plus rien ne le retient. Dans ses love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Je t'en prie arrête, arrête comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi. Personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. C'est ta love story. C'est l'histoire d'une vie. Love story. E hën, Ka gjithë paketova, plot gazimulisa, po më pret Kosova, po më pret dhe lindja ime. e martë, Shumë shtete kalova, u lodha u shlodha, asa ndjen e mirë familjen tërë të përqafoj. e mërkur, Shkova nga Shkova, vendin e Shiova, anën ban Kosovës, mi qokte mi takova. e ejte, Pak investova, pak ndërtova, e regullova, o kaqova, por më shumë dhurova. e premte, Lia speca kafe, lafe, qeshe, qaj, një pedaj, gjatë zot kur mos e ndaj. e shtun, A sa shpejt shkuan ditët, qosh malkuar ti gurbet. Unë të ti pra po kthehem po e në këtë vend gjenet. Po iki atje ku s'ka jet. e djel,
E ku këthyre nga Kosova, lot në sy me vete I mora, malli për atë shumë pak e shova. Mos harroni vëllezër e motra se ju dojnë shumë diaspora. Prindërit, në një dhomë të erët, dy plesh të lodhur. Sigurisht vjen pyetja, çfarë ju pas ka ndodhur? Ata janë dy prindër, kanë vajza dhe djem, por kanë mbetur vetëm, ndryshe si ta them. Janë plesh të praktisur, dhe të ndarë veç, askuj su shërben, ata janë shumë keq. Djalin që rritën në derë su troket, sepse të gjon gruan dhe gjyshen e vet. Me syve të përlotur, prindërit e sëmur, vetëmi nuk e pritën, nga fëmija kur. Syt po ju verbohen, nuk po shohin mirë. Lutën veç të Zoti dhe ka një dëshirë. Mos tu vi vdekja, baj për askush. Kjo tradite huaj, zemra të djek prush. Kujdes moj rini, se shumë po gaboni. Prindrit kur si keni, ju do t'i kërkoni. O Zotim, o Perëndim, shtjerë sytë tu, shikon ati. Përse na le të shkretë sot, përse na bën në jetë e nuk na merdot. Qim e bo, më nga mirë sa e bo. Bëjnë ishte njerë. Veç I kam të ndurë, sa që jam Të nderuar të pranishëm, Drejtoria e shkollës sonë së bashku me Këshillin e shkollës më datën 25/3/2025 kanë mbajtur mbledhje dhe kanë marrë vendim që përndërë të ditës së shkollës ta shpërblejë mësimdhënësen Vjosa Dervishaj dhe nxënësen Ruvejda Krasniqi më të mirë të shkollës për punën e suksesshme gjatë këtij viti shkollor 2024-2025. Prandaj, ftoj drejtorin e shkollës Florim Gashi për shpërndarjen e minjojeve. Gjithashtu, I ftojmë që t'i marrin minjojet edhe nxënësit për klasës së parë gjerë në të 8-ën. Emrat që do t'u lexohen me radhë. Nga klasa e parë, Melek Dervishaj, nga klasa e dytë, Nehar Shala, nga klasa e tretë, Daulan Krasniqi, nga klasa e katërt, Ajla Kamberi, nga klasa e 5, Valton Krasniqi, nga klasa e 6, Estra Shala, nga klasa e 7, Erza Dervishaj, dhe nga klasa e 8, Omer Krasniqi. Po ashtu, klasa fituese në kuizin e dituris është klasa 8. Edhe ta shubërin që, e që në shkëma. Të nderuar pjesëmarrës, në këtë fest është I pranishëm edhe një personalitet I shquar, profesor Dr. Gjemil Bytyqi. E ftojmë për një fjalë përshëndetëse. Kjo ditë është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme. Gëzuar qoftë dita e shkollës. Kjo ditë
që do me thanë shumë për fshatin ton Bilush tani kushtrimi. E dini pse kushtrimi? Sepse nga këtu është zgjuar, njerëzit janë zgjuar dhe janë përbashkuar në kushtrim. Bilusha dikur ka qenë një ferë. Para 50 viteve, para 80 viteve, që unë e mbaj në mend, ka qenë kur balt e pluhur, por kemi mbijetuar në gjithë ky popull, vetëm para ka hetur. Tani ka ardhur koha kur fitoren e fituam luftën e UÇK-s, me të cilën e arritëm lirin. Nga ajperi dikurshëm, tani fshati u bë paraq, që ta përjetoni çastet më të bukura të jetës në këtë fshat të shkëlqyeshëm. Për këtë ditë kam zgjedhur edhe disa libra që në bibliotekën e shkollës që jap drejtorit si dhuratë që ta kenë në bibliotekën E falenderojmë doktorin përzemërsisht. No, para një muje, me doktorin e kemi pasur një takim në shkollë Miranda, me shkrimtar. Doktorin na ka dhuruar disa libra shumë, na ka dhuruar, e falenderojmë pra dhe një herë përzemërsisht, edhe besojmë që doktori s'ka më na harru kurrë neve. Po edhe nos kemi me harru doktorin. Faleminderit doktor, shumë Në vijim, pason vallja me tupana, valle autoktone nga rajoni Vrinit.
Esra. Mirela, mushi në mla top. Po gol, në kamerën e tij. U bën, po. Është drejta, po. Është të rapsime.
përfundojmë këtë manifestim me shpresë se keni kaluar qaste të këndshme. Duke ju dëshiruar shëndet dhe ditë të mbarë, ndërsa disa të tjerët i ftojnë për një koktejl rasti në ambientin e shkollës. Grazie.